Liçi në emër të grupit Parlamentar Partisë Demokratike. Zoti drejtuesi i seancës. Kjo është një tallje që bëhet me rregulloren e kuvendit, e mbi të gjitha me kushtetutën dhe me drejtën e fjalës që kanë deputetët. Por kjo është tallje që bëhet dhe me drejtuesit e institucioneve drejtësisë që vinë këtu, se ata as nuk janë zëdhënës, as nuk janë sekretarët e deputetëve që t'i bëjnë pyetje dhe lexojnë pyetjet e deputetëve. Se po që po ja u japim dhe fjalët atyre dhe të marrin dhe atë 38 minutë kohë që kemi ne si opozitë, të na lexojnë dhe përgjigjet tona, edhe fjalimet tona. Kjo që ju thonin, praktika parlamentare, është e konsoliduar në mënyrë shumë të qartë, paktën 2 vitet e fundit. Po të shihni proces verbalin e vitit 2024 dhe të vitit 2023, në faqen 15 dhe 16, keni të shkruar momentin kur deputetët fillojnë dhe i adresojnë pyetje drejtuesve të institucioneve drejtësisë. Për më tepër, ju vetë përmendët nenin 103.7 të rregullores kuvendit që nuk e specifikon as në manual se pyetjet nuk ka drejt t'i bëj deputeti. Se në fund të ditës për dalë një pyetje duhet parashtrimi dhe duhet logjika. Do duhet ketë një logjik për çfarë po i pyesim drejtuesit. Ndërkohë nga ana tjetër, ju përmendët me drejt, madje keni këtu në lozhë, keni 2 drejtuesit, prokurorin e përgjithshëm dhe drejtuesin e prokurorisë posaçme. Të 2 bashkë kombinuar në komisionin e ligjeve dhe në komisionin për nisma qytetare kanë qëndruar mbi 10 orë me deputetë të opozitës dhe të majorancës. Nuk kanë pas një problem, janë adresuar gjitha pyetjet nga deputetë të opozitës, kanë dhënë përgjigjet e tyre kur kanë dashur, kur s'kan dashur kanë dhënë sqarimet e tyre dhe gjithçka ka shkuar në rregull. Nuk kuptoj arsyen se përse ju doni t'i hiqni të drejtën deputetëve të këtij parlamenti t'i adresojnë pyetjet më shqetësuese që kanë sot qytetarët shqiptar, këtyre drejtuesve, 5 drejtuesve të institucioneve më të larta drejtësisë në vend. Në një moment kur na janë vrarë gjyqtarë nëpër salla, në një moment kur drejtësia në këtë vend është kthyer në padrejtësi, në një nocion pranueshëm për çdo qytetar, po dalësh e bësh një anketim të thjeshtë. Ndaj, ju siç e shihni, qëndrimi ynë është i qartë, ne duam të zhvillohet seanca. Ne kemi ardhur të përgatitur, sikundër kemi 6 javë që ka filluar parlamenti dhe nuk na jepet e drejta fjalës. Asnjë nga deputetët, mbi 95% e deputetëve Partisë Demokratike nuk kanë folur ende në foltore, se ju keni vendosur të mbyllni seancën. Në çdo seancë kalonin votim. Ndërkohë, e vërteta është që deputetët e opozitës vinë të përgatitur, është një punë voluminoze që kryhet dhe sigurisht ne vim këtu me votat e qytetarëve të opozitës dhe përfaqësojmë interesin e qytetarëve të opozitës, jo të atyre që flasin për heronjtë e fëmijëve tanë apo flasin për një drejtësi që është kthyer një levë në dorën e pushtetit për të goditur kundërshtarin politik. Ndaj ju lutem, lejoni zhvillimin normal të kësaj seance. Siç e shihni, jemi të gjithë duke folur brenda kontureve të etikës, të rregullores, kemi ardhur përgatitur, jepini të drejtën kushtetuese deputetëve, njihni atë drejt që i njeh rregulloria dhe të kalojmë seancë normale. Faleminderit.